Gjithashtu e përmendëm më herët, por edhe në këtë ajet që do ta lexojmë tash, se Allahu xhallahu ala po na tregon se puna dhe aktiviteti i gjithë pejgamberëve të Allahut alaihimu salatu wasallam ka qenë pikërisht i fokusuar në këtë çështje që t'i thrasin njerëzit në besimin në Allahun xhallahu ala. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut." Me të vërtet ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber, çdo fisi dhe çdo kabiles Allahu i ka dërguar një pejgamber, një thirrës. Cili ishte misioni i tij? Misioni i tij ishte vetëm një: "An i'budullahu wajtanibu at-taghut." Njerëz adhurojeni Allahun dhe shmanguni adhurimin të çdo kujt tjetër posa Allahu subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Andaj vallahu im sa herë që në familjen tënde i urdhërojsh familjarët apo koqshit apo dashamirët apo shoqëruesit tënd në punë për adhurimin ndaj Zotit xhallahu ala, që t'i ruan shirkut, t'i largohen detajeve të shirkut, ta dish vallahi se je duke bë punën e pejgamberëve të Allahut alaihimu salatu wassalam. Andaj ju e dini vllazën se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi Muadh ibn Jabelin për në Yemen si misionar të pejgamberit të Allahut, si misionar të Islamit dhe thirrës në fenë e Zotit subhanahu wa taala, ndër të tjera i dërguari Allahut i tha: "Waliyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah." Le të jetë gjëja e parë për të cilën ty do t'i thrasësh ata, shahadeti la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Andaj vallahi billahi ju i vllazën, për këtë shahadet kaq të madh, kanë thirrë pejgamber të Zotit para nesh, edhe pse nuk e kanë pas asnjë ndjekës. Nuk e di që ka mundësi që një misionar për një drejtim tjetër të thërret njerëzit, në qoftë se nuk ka ndonjë interes për interesave të dunjas apo nuk ka njerëz që e ndjekin. Këto pejgamber të Zotit alaihimu salatu wasallam nuk kanë pas interesin e dunjas dhe në të njëjtën kohë nuk kanë pas asnjë ndjekës, megjithatë nuk janë lëkuar nga thirrja në fenë e Allahut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mu shfaqën popujt para meje, kur janë në mesin e tyre pash pejgamber që i kishte ditë ndjekës. Pash pejgamber që e kishte vetëm një ndjekës. Wa raitu an-nabi wa laysa ma'ahu ahad." Dhe pash pra Allahu kur mi shfaqi popujt që kanë qenë para nesh, pash pe pejgamberëve dhe misionarëve të Allahut që kanë qenë para nesh, nuk e kanë pas asnjë ndjekës. Dëshmitar bile në ditën e Kiametit, diç këtë do ta kenë pejgamberin ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do t'ju thot Allahu xhella xhelalu: "Ke keni dëshmitar për thirrjen dhe davetin e ju që e bot në jetë?" Do t'i thonë: "Ja Rabbi, ne nuk kemi dëshmitar, po e kemi pe Muhamedit dhe umetin e tij alaihi salatu wassalam." Për arsye se Allahu tha në Kur'an se Muhamedi do të jetë dëshmitar për popujt që kanë qenë para nesh. Pra që do thotë o ju vllazërit e mi, mos u dëshproni, mos u dorëzoni në thirrje në besim në Zotin xhallahu ala, edhe në qoftë se nuk kemi interes të dunjas, dhe çështja është e tillë, edhe në qoftë se nuk kemi ndjekës dhe pasues, por ta dimë o ju vllazërit e mi se ne jemi misionar të Allahut te bareke ve teala, ne kemi ndihmën e Zotit xhallahu ala, ne na ka garantuar Allahu subhanahu wa taala se përderisa thrasim në këtë fe, Allahu do të na ne edhe në barkun e tokës kur do të tretemi, do ta nxjerrën Allahu dikën që do më lutje dhe duaja për ne. E thot Allah je pas mëshiru filanin, nuk ndalesh të duke fol për Allahun subhanahu wa taala dhe madhërinë e tij.